Në kuadër të fushatës ndërkombëtare 16 ditë kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, iniciativa qytetare e femrave Antiko në shkollën fillore Kiril Peqenović në fshatin të Acë realizoi punëtorime me nxënësit e klasave të 8 dhe të 9, me temë njohja dhe mbrojtja nga dhuna në bazë gjinore. Me temën njohja dhe mbrojtja nga dhuna në bazë gjinore, në kuadër të fushatës ndërkombëtare 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, iniciativa qytetare e femrave Antiko në shkollën fillore Kiril Peqenović të Arcës organizoi punëtorime nxënësit e klasës 8 dhe 9. Objektivat e aktiviteteve të fushatës dhe materialeve edukativo promovuese janë një kontribut në rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe informimit mbi masa që duhet të merren në lidhje me zgjidhjen e problemit të dhunës së ushtruar ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje si në nivel lokal ashtu edhe në atë kombëtar. Qëllimi kryesor i kësaj iniciative është për të mundësuar parandalimin e dhunës dhe për të përmirësuar mbrojtjen e viktimave të mundshme, por edhe për të aktivizuar të gjitha institucionet shtetërore, përgjegjëse dhe aktorë të tjerë të interesuar që të sigurojnë pjesëmarrje aktive, të organizuar, koordinuar dhe efikase në përpjekjet e tyre në parandalimin e të gjitha formave të dhunës ndaj grave dhe vajzave në përputhje me ligjin për parandalim, pengim dhe mbrojtje nga dhuna në familje. Për të ofruar një pasqyrë sa më të qartë për fenomenin e dhunës për nxënësit, ligjërat mbajti magjistër Sadia Aliti. Është disa vite me radh iniciativa e grave qytetare Antiko që e shënon këtë kampanjë, domethënë 16 ditë aktivizëm kushtuar dhunës në familje në forma dhe mënyra të ndryshme me materiale propaganduese që kanë të bëjnë për këtë çështje. Si këtë vit janë realizuar disa aktivitete të formave të ndryshme në nivel të Maqedonisë, ndërsa unë si aktiviste e volontere e Antikos zgjodha formën e punës, një ligjërat, një lloj forme punëtorisë me nxënësit, me grup moshat më të rrjedh që ishin të përfshirë nxënësit i klasës së 8 dhe të 9, pasi dhe ata më kuptimi për i perceptimin e kësaj fjale dhe për perceptimin e këtyre aktiviteteve sigurisht se është një nivel i pak më të rritër dhe më të zhvilluar, me të vetmin qëllim që gjeneratat e reja të jenë të informuar me konceptin e dhunës në familje, të jenë të informuar me formën dhe mënyrën, shkaktarët që ndikojnë te paraqitja e dhunës, pasojat që mund të lindin dhe sigurisht preventiva, mjetet dhe masat mbrojtëse të cilat duhet të merren. Me këtë fushatë, iniciativa qytetare e femrave Antiko jep një kontribut aktiv në krijimin e një bote më të sigurt dhe një jetë më dinjitoze pa prezencë dhune, bazuar në respektimin e të drejtave të njerëzit. Fushata është organizuar dhe mbështetur financiarisht në kuadër të granteve institucionale Civica Mobitels.